Vetëm pak orë pasi Britania e Madhe i japi rrugë Shebahëve që të shfrytëzonin bazat e saj ajrore për sulme në ngushticën e Hormuzit, Irani është kundërpërgjigjur duke lëshuar 2 raketa në drejtim të ishullit Diego Garcia, aty ku ndodhet një bazë e përbashkët ushtarake, Shebaa, Britania e Madhe. Raketat balistike me errezet e mesme veprimi u lëshuan në aeroportin kyç për flotën e bombarduesve të rënë të Shebahës në Oqeanin Indian dhe rreth 2370 milje nga bregu i Iranit. Megjithatë, asnjëra nga raketat nuk e goditi bazën e Diego Garcias, duke e kufizuar më parë Shebahan vetëm në përdorimin e bazave për të goditur vendet e raketave që synojnë interesat britanike në rajon. Ministrat në Downing Street rënë dakord të premten pasdite për të zgjeruar fushveprimin. Shtetet e Bashkuara tani do të lejohen të përdorin bazat britanike për të goditur vendet iraniane që synojnë ngushticën e Hormuzit, një kanal i rëndësishëm i transportit detar, përmes të cilit kalon rreth 1/5 e botës. Gjatë luftës në lindjen e mesme, Irani ka bllokuar trafikun përmes këtij kalimi, duke dërguar valë tronditëse në ekonominë globale dhe duke kërcënuar furnizimin me naftë, gaz dhe mallra të tjera. Presidenti i Shebahëve Donald Trump tha se Mbretëria e Bashkuar duhet të kishte vepruar shumë më shpejt, duke i dhënë leje Amerikës, dhe ai quajti aleatët e NATO-s frikacak për refuzimin e ofrimit të anijeve luftarake për të rihapur ngushticën. Qortimet e Trumpit ndaj aleatëve të tij transatlantik vijnë pavarësisht se presidenti tha se Shebahët po i afrohen shumë përmbushjes së objektivave të tyre dhe se vendi po shqyrton paksimin e përpjekjeve ushtarake në lindjen e mesme. Duke sugjeruar se vendet e tjera do të duhet të marrin përsipër përgjegjësinë, ai shkroi në platformën e tij në Truth Social: ngushtica e Hormuzit do të duhet të ruhet dhe të kontrollohet sipas nevojës nga kombet të tjera që e përdorin atë. Shtetet e Bashkuara nuk e bëjnë. Nëse na kërkohet, ne do t'i ndihmojmë këto vende në përpjekjet e tyre për Hormuzin, por kjo nuk duhet të jetë e nevojshme pasi kërcënimi i Iranit është duket, shtoi ai.